Them drejtën, rezultatet janë mjaft mira, domethënë atë që ka bërë klubi, duhet të falenderojnë sigurisht edhe presidentin e klubit që ka bërë shumë për klubin, për tifozët, lojtarët dhe gjithë që janë pjesë e klubit futbollistik FC Prishtina. Sigurisht në klub kemi një hierarki mjaft mirë, duke u nisur nga trajneri, stafi i trajnerëve, një grup lojtarë domethënë që kena arrit gradualisht domethënë së bashku me drejtorin sportiv Dritan Krasniqi, i cili ka bërë një punë fantastike domethënë. Dhe mendoj që Prishtina është një grup i futbollistëve mjaft mirë që kemi ofruar në skuadër domethënë. Realisht më të them që nga viti i kaluar janë larguar dikon 5 lojtarë kryesor nga klubi i Prishtinës dhe lojtarë bazë kanë qenë. Kanë qenë lojtarë bazë, dorëkësh disa janë transferuar domethënë që ka përfituar edhe klubi, lojtarë shumë cilësorë dhe në klube shumë të mira, s'është rënë rasti domethënë tek Hajduku i Splitit.